Të rriturit janë shembuj. Të jesh prind do të thotë të demonstrosh. Të tregosh dhe të jetosh si shembull. Fëmia juaj ju vëzhgon në jetën e përditshme. Ai dëgjon dhe shikon me vëmendje dhe imiton atë që bëni ju. Kështu ai mëson gjatë viteve të para shumicën e gjërave që janë me rëndësi për jetën e tij të mëtutjeshme. Fëmia juaj mëson për shembull se si përshëndetet në mëngjes dhe urohet nata e mirë para zënjes së gjumit. Ai mëson se si argëtohet me njëri tjetrin, si bëhet sherr dhe si pajtohet përsëri. Ai mëson se kur një njeri është i gëzuar ose i trishtuar, çfarë është kazmore dhe çfarë serioze. Ai përjeton se si të sillet me ndjenja të ndryshme dhe si ndjenjën zgjedhje në situata të vështira. Gabimet janë pjesë e të mësuarit. Shembuj të mirë u japin fëmijëve orientim, siguri dhe vetbesim. Prindrit janë edhe shembull në trajtimin e gabimeve dhe dobësive. Më në fund, edhe përballimi me paposhtrëmërinë e vet duhet të mësohet. Shpjegojeni fëmijës suaj, për shembull, pse diçka nuk ju ka shkuar mirë dhe si ju dëshironi ta bëni atë më mirë. Hyrja në kopësh ose në shkollë është një hap i madh. Mbështeteni fëmijën tuaj që ai ta pres këtë moment me besim dhe me gëzim paraprak. Përveç kësaj, ju mund ta forconi fëmijën tuaj nëse ju bashkëpunoni në mënyrë konstruktive me shkollën dhe me personat mësimdhënës. Kështu fëmia juaj do të pranojë personat e tij mësimdhënës si persona të rëndësishëm referues dhe do të mësojë i motivuar.